Partia Demokratike protestoi dje në ditën kur u mbajt samiti i Komunitetit Politik Evropian për zgjedhjet e 11 majit, të cilat kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i quan një farsë elektorale. Protesta, ku ishin të pranishëm edhe drejtues politik të Partisë Demokratike, nisi me thirrje nuk i njohim zgjedhjet apo edhe me kërkesën për qeveri teknike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, që sapo ishte kthyer nga Brukseli, mbajti një fjalim të ashpër ndaj qeverisë. Berisha akuzoi Ramën për vjedhje votash dhe paralajmëroi se betejë e Partisë Demokratike nuk do të ndalet këtu. Njoha miqt me të gjithë shkeljet monstruoze dhe binja e përgjithshme ishte se karrigja e Edi Ramës qëndron mbi krimin monstruoz të grabitjes dhe plaçkitjes së zgjedhjeve të qytetarëve shqiptar. Të dashur miq, Forumi Botëror i Partive të Qendrës Djathtë u njoh me përdorimin nga Edi Rama të bandave më të rrezikshme të Shqipërisë, rajonit dhe Europës. U njoh me listën e kandidatëve të krimit me në krye Edi Ramën dhe vazhdon me Sara Milen, me Hoxhën e ministrin e krimit, me Taulant Ballën, me 10 kandidatë të tjerë të botës së krimit. U njoh dhe u denoncua botërisht përdorimi i qindra milion eurove për të blerë vullnetin e qytetarëve shqiptar. Dhurata 70 milion euro për votën, falja e 200 milion eurove të gjobave, mbi gjys miliard euro koncesione dhe prokurime. Pra, zgjedhjet në Shqipëri ishin farsa elektorale më shëmtuar pas rënjes perdes hekurit në Ballkan dhe në Europë. Partia Demokratike ka paralajmëruar se kjo është vetëm nisja e një fushate më të gjerë politike dhe diplomatike për të kundërshtuar procesin zgjedhor të fundit dhe për të kërkuar ndërhyrje ndërkombëtare.